Një apartamenti në Tiranë i dhe flakën 2 25 vjeçare duke ndezur qirinj aromatik. E nisa me këtë se ti ke qef të çupat që bëjnë kështu. Mbarojnë gocat për qirinj. Pasurime astrale, nga këto gjërat. E disa lek kam lënë unë me qirinj aromatik vetëm se se kanë qef goca. Ore, se mua as nuk i kuptoj këtë, se janë disa janë që mbajnë vërtet erë, ça janë kështu me arom vanilje nga këto. Po. Ca të tjera janë, se kuptoj harxoj lek kot ato janë. Me dru sandali. Koto, ore, dakord me dru. Janë ca Qena me dru. rroba të lara, ka nga këto ka nga këto budalliq, rroba të lara. Çfarë është kjo, mo? Lajnë në rroba tani. Edhe zemër do lash rrobat, mos e ndesim qirire, s'ka me të njëjtën bluzë burrat të 4 ditë. Lanë rrobat. Jacqueline me ty e ka. Electromagic, merr atë i gjithë mirë edhe i lan rrobat. Se të shpëtoj edhe burri. Oh, wow! Më kap edhe mua, të jem edhe unë pjesë e këtij klipit për të dalë. Jacqueline me ty e kam edhe unë. Më kishte komentuar një mua kështu që te ajo me Jacqueline kishte thënë ky përveç se që janë një mizogjen i qelbur duket që në mënyrë sekrete i pëlqejnë dhe burrat. Në shtrat sidomos. Të pëlqejnë? Edhe unë dëgja vendosa, thash do ta gjej këtë që ka shkruar, do ta rraj dhe do burrin. Ai ishte grua. Oh. Ja, unë e suportoj këtë. Leo suporton. Se me jemi të komentet se do vazhdoj me lajmin tjetër. Diqa me ato komentet që rritin i rrogën prezantuesit. Ishte bërgjë si loj që e kështë shkuar të gjërë të gjithë pastaj rritin i rrogën dhe unë dua të them shumë faleminderit, po unë nuk paguam. Unë nuk paguam, e bëj vetëm për qejf të gjë. Domethënë një dietë të vogël që më jep Dalina, unë e çoj për fëmijët që kurohen nga leushemia, kështu që jam një njeri shumë i mirë, okay? Vazhdojmë tani me lajmin tjetër. Sa ju rryshëm, ore. Prandaj e kanë natë. Prandaj është kështu coin flip ky. Është do hedh një monedë, don gjysma urrejnë dhe gjysma e kanë qef. Lajmi tjetër, Berisha i del në krah Metës. Nuk ka përdorur kur karta krediti në jetën e tij. Nga që paguan me aro. Ting! Nga do monedë. Si në Wild West. Ting! Ja, po kjo u bë... Nga ato qeskat pra të vogla, nga ato filmat me të me Robin Hoodin. Ne. Pa ditur fare sa leka aty brenda. Duke paguar kështë. Gjirë lagjet aty duke paguar me arë. Sali u bë profesor, edhe avokat. Doktor, politikan, avokat, të tërë. Avokado. E the me të, mëse dhe gjë avokad? Me të, mo e thash. Të gjunë... Avokat, do me dhënë ky... Lumë golja që di që të tëra, i bëri të tëra, vetëm s'po vdes, do me dhënë vetëm atë që duan të tërë të bëj, vetëm atë s'po bën. Vdes të plak. Gjithë të tjera ti ka... Asnjëri nga këta nuk po vdes. Asnjëri nuk po vdes. Me Meta është... Qa drejt fundit të? Thua? Me çpamerën e fundit. Oh, wow, të duhen ty këto klipet, se po vdiq për një muaj do dali kështu. Po ai bën magji. E parashikoj djali Andales. O, djali Andales. Po tash tani nuk do të jap dorë që. Atë nof ke tani. Te grupi jon po një. Ashtu më thrisë? Te grupi komedis ti je djali Andales. Ma keni hequr penisi më i madh në Ballkan? Lajmi tjetër. Gjenden vibrator në burgun e grave në Pogradec. Në lajme të tjera gjendet pirun në kuzhinë nga këto vdëve. Ore, po pse ja u kishin marrë, ja u kishin konfiskuar? E kishin marrë? A nuk lejohet të ketë vibrator? Shiko, ato në fakt kanë një pamje shumë të bukur atje. Po ishte e bukur që ta kanë një pamje atje në Piskupata se ku është një fshat atje, se u bën një burg për të mitur ai, pastaj ja u lan grave. Është kur ik për në Lin, kur je Pogradec ose kur sa kalon Linin. Edhe është liçeni atje. Imagjino që patjetër vetëm për të masturbuar. Qirinj aromatik me arom rrobash. Të lara. Edhe vetëm masturbim. Gallat e ma, ore, po ç'a të bëjnë tjetër? Pse nuk lejohet? Është ajo që ta mirë se i përdorin për armë të ftohta, po jo innuendoja seksuale. Domethënë, po ç'a të bëjnë tjetër burr? Imagjino sa e sikesë do ishte në burg? Po, kam përshtypjen po. Po të do lejohet ajo. Se është diçka që i stresin. Po i stresin. Po çfarë do të heqësh syrin, edhe me cigare mund të dikësh dikë. Sa e çuditshme do ishte sikur mos lejoj masturbimin e burgu burrave, do ishte. Ose të na duaj edhe ne një pajisje për të masturbuar, do ishte shumë e keqe. Po pra. Ishte tmeshme fare. Bëjnë disa kështu. Ose të kishe një kështu mangësi fizike që mos ja bëje dot vetes, duhet se s'bën të ta bënde dikush. Është ajo që bëri Jacqueline atëherë në Covid, atë me sfungjera me. Po i thashun, po s'ma bëri. Nuk e bëri, unë e bëra në shtëpi atë. E ke bërë ndonjëherë? Kam bërë në shtëpi, e ndoqa atë videon e Jacqueline-s. Unë me bostana akoma.
Që dhe më humbe, nuk e di se ku do, dilja me këtë po më humbe. Në Mbretërinë e Bashkuar hapet deg studimi për të mësuar mbi magjin. Dhe i kisa liu. Dhe mua me këtë lajmin ma kishin shoqëruar me këtë foto. Pse po bëj grupa e shoh? Më pëlqeu që pe. Pse qesha, Më pëlqeu pashe që dhe pe. reagova, jo vetëm Jesi ata pash. tipa i thua, më isha aty Unë jo vetëm pash, më dhe reagova, qesha Po sigur. sa është këtu. Ose, ua, kaq fake jam unë edhe në jetën reale? Je i mirë shumë. Jam i mirë shumë, okej, dakor. Në rregull. Çfarë mendon për këtë shkollë e magjisë apo vari? Nuk di, thjesht me qeshet shumë me këtë idenë e Saliut që do shka kështu si profesor Snape me atë gjën e madhe. Do vinë Po mendon ashtu? Ashtu po mendoj. Thjesht me qeshet në këtë për asgjë tjetër, nuk kam zero interes për këtë. Ska, do ta presim edhe këtë, se ajo kjo me Snape-in e dobët ishte. Treshi. Nuk kam asnjë joke këtë episod. Ti do qëndrosh me mua apo jo? Kë ke të ftuar? Kam një të ftuar super interesant që do ta Që shikosh është? më vonë. Do bësh pjesë dhe do bëjmë art kontemporan tani, të gjithë unë, ti, ai, të gjithë do jemi art, këtu ne, ata aty, do jemi të gjithë art. Okej. Ka në përvil kështu në i boj në më jep të pikturoj gjëra. Do t'japim, okej, do bëjmë një gjë shumë të bukur, do t'japim Melisa. Qëndroni se do kalojmë tek i ftuari.